Top Albania Radio, she's on air. Dhe ne jemi rikthyer këtu në Top Albania Radio në She's on Air me të ftuarin ton Arditin. Mos më harron që ka këtu. Është nga lutja ajo. Ta marr but kana në brenda. Më duket se hodhi poshtë Nikolin. Ha, më do ta thuash prap. Jo, këtë gjë do ta them. Ta kuptova ku do dalësh. Çfarë zëri të ekranit ton ju kujton zëri Huajdes? Quiz. Me asnjë thuaj. Jo, nuk është vërtet, ka një ngjashmëri të frikshme me një nga moderatorët tona më të mira. Folë një. Përshëndetje. Ja, kështu jo me këtë ngjyrë, pak më amen. Do flasim sërish për temën e Big Brotherit. Do vazhdojmë këtu me të ftuarin ton Arditin. No, ta them. Tani thuaj. Bora Zemani njerëz. Oh, okay. Po, për mua ka shumë ngjashmëri. Mendova do thoje. No, për mua ngjan shumë e bora. Jo fare. Vere. No. Regjia. E kam më do të thuash pastaj. Unë mendoj se zëri im. Jo, bëri foton e borës pa. Jo, ej, në zë, jo në pamje. Jo pra në zë, se di s'më. Okej, do dëgjosh në transmetim do më thuash. Të vazhdojmë. Në pamje të duket pak më e mirë se Nikoli. Ja. Ju pëlqejnë bjondet, flok shkurtër, kupton? Mirë. Ja ku kemi bjondet. Ka fantazi të tjera djali lëre. Çe. Të vazhdoj me pyetjen unë edhe ju dëgjoni zërin ndërkohë. Mund pëlqen shumë. Kam pas borën unë, kështu që ja duroj këtë zë. Gocat tani, më falni se këtë duhet ta kisha bërë gjën e parë, po harroj dhe unë shpesh. Kista fole fare në. Jo mund të bëj koment. Stële. Jeni copa të yjeve që të gjitha. Realisht shumë të mira, ju kam djegur edhe përpara. Dhe jeni realisht shumë të këndshme kur e bëni këtë bisedën dhe e bëni shumë natyralisht. Shumë faleminderit. Asnjë gjë fare. Tani Bjeri, gota është momenti, bjeri do të mori kalana brenda. Po, e zëm do kishte ti një emision tani në Top Albania Radio. Këtë zgjidhe këtu nga ne si bashkë moderatore. Shiko. Po ti pra. Është pyetje që nuk mund t'i përgjigjem me X-in apo Y-in, jo? me njërin vajzë apo me tjetrin. Me zetën. Ne nuk përzitem, ja nuk nuk ka lidhje. Akoma nuk ka parë më thellësisht të gjykoj. Nuk ka lidhje. Është diçka që kur luhet në aspekt profesional unë dua të shoh shumë detaje, se si vëgjëresh jam detaj. Po duhet na ndjekësh më shpesh atëherë, s'na pas ke ndjekur shumë. Po kam ndjekur. Na ndjekur shpesh atëherë. Do të backstage të shohë si gjithë. Jam unë dik, po kam marrë tash. A ka mund të zënë. Ej, të kthemi pak te Bigu tani. Dua të pyes për ata dy strategët e mëdhenj, Mirin dhe Rogertin, i mendon ti si mirëpafshim. Si mendoni ju? Mirëpafshim Ardit. Hajde tani. Si është këtë afërmitetin mes tyre? Është fake? Jam bër vlezër jam. Ore, Rogertin nuk e njoh, s'du ta njoh, s'më intereson. Faleminderit. Po ç'a dreshin do Miri me një njeri që kur u fut aty brenda i that të fundit. E lau e shplau. Po mirë për Pra, çfarë futur aty? çai gjithë ato dy kanë ngjashmëri këta karaktera. Loja, ku e kanë ngjashmëri? Po ma gjetë ti se çai lidh ata të dy. Unë do Zemra. Ata në një mënyrë mendojnë, thjesht njëri e shpreh pak më shumë tjetri. Zemrën e mirë. Pik mendoj se ti ke një perceptim të gabuar për zemrën e mirë. Pik. Unë të dy i pëlqen. Janë të dy baballar edhe. Babi mirë dhe Rogerti, ë? Një për bashkë. Njëri derdhi motra, disa me gocën i prishin çik marrëdhënit se lidhën. Vllai që isha dik dil derdha. Unë shikoj pak sikur Miri do të ketë një shpatull, në fakt ku të mbështetet gjatë kohës. Nëse më përpara kishte Selini u largua, ai u mbështet direkte tek Rogerti. Ka dhe një shpatull të fortë. Që është antagonisti i Selinit. Po, dhe nga ana tjetër, mendoj se është jo fair për lojën e tij dhe për Mirin si personazh, për faktin se ai ka rënë në më të ultën fundja që në ditët e para që ka hyrë në shtëpi. Dhe nuk ka qenë pak se kemi dëgjuar vërtet shumë nga Rogerti, po e ka akuzuar për incest. Kështu që Po mirë se një hipokrizi nga ana e Mirit, jo, s'është njerëz. Kjo fjalia duhet të ndash njeriu nga loja për mua nuk bën sens. Po, nuk bëhet sens absolutisht. Nuk ka sens fare. Rogerti e përdor të shpesh, unë ja ktheja si kundërargument, nuk ka këtu. Është tjetër gjë loja, tjetër gjë njeriu. Jo, këtu loja është thjesht njeriu. Është edhe çështje logjike, se nuk logjike. Se sa krijimtarik e ti. Atë mendoj të inskenosh. Se sa krijimtarik e ti të vendosësh mekanizma të caktuar në shtëpi apo banor të caktuar në shtëpi nën urdhrat e tu pa e kuptuar ata, kjo të bën strateg.
se kur del ti me atë pufin në dorë dhe thua ti duhet shkosh ti biesh ti duhet shkosh bërë atë çfarë strategu e ti. Si asgjë, thjesht po përpiqesh të bësh lojën. Për ishte thanja e fundit të Ledioni që ti e budalla në momentin që ti e kupton dhe e pranon. Ja, kush është budalla në këtë mes? Ai hell budallikun e të gjithë i rrotullohen, kështu që faleminderit Ledion për shpresën. Kush i rrotullohet vetëm të gjithë, të gjithë. I rrotullohen në momentin që kundërshtojnë dhe luftojnë. Ajo është rrotullimi. Jo që mbështetet dhe nuk jep za. Ka një dek me karta dhe i hedh të gjitha në tavolinë. Po. Ti kap njërën dhe ai pas asaj që ti e kapur, aty fillon godet. Po të vi tani Rogerti ti thot Selinës ti vete në Dubai, normale do i përgjigjet ajo se jo, prandaj reagimi, prandaj ja ka thënë Brekenas ka lëviz fare domethënë. Ka diçka fine në mënyrën se si ti do përgjigjesh. Varet nga karakteri se jo, varet nga loja, që ti do hash nga loja kësaj gjë. Është ajo vetëm e ofendu dhe me ul poshtë tjerë, nuk është loja e Rogertit. Mo ofendoj mua tjetri dhe utëri. Lufton kur ta thot 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajo nuk është lojë, është shumë lehtë ta lëm pak Rogertin, unë dua të pyes për një personazh tjetër, Arditin, Mateo. Na ke thënë që e ke pas në klasë në gjimnaz? Jo, në gjimnaz. Okej, e ke pas në shkollë në gjimnaz. Si ka qenë Mateo në gjimnaz? Na trego pak. I afroi vet gocave, i afroishin gocat atij, ë? Kisha mendje unë ti Mateo. Këtu ti mendi për gocat problemi. Të afroishin gocat ngacmoje po. Unë kam qenë robi më pajsor. Introvert. Më introvert i mund shumë. Domethënë s'ke kaluar histori introverti. Jo, nuk është se ka ndryshuar, po në gjimnaz nuk e gjeja veten shpesh herë me bashkëmoshatarët e mi. Gjithmonë historikisht, fiks komplet deliazez. Dhe historikisht kam qenë personi që isha më shumë i prirur drejt gjërave artistike, më pëlqente që të merresha me to dhe nuk e gjeja veten tek bashkëmoshatarët e mi që e kishin mendje, dalim. S'kam qenë kurrë ky person, ky tip. Ardit, ke ndonjë kujtim interesant nga koha e gjimnazit me Mateon? Nuk mban më ndonjë kështu dashurie, histori, rol. Se Enxhi vetëm te dashuria, edhe vetë rol për vetë. Çfarë të dashur e ka pas Mateo në gjimnaz? Po mirë prandaj thuaj, po e di thuaj. Ha tani, unë mund të them çfarë historie kam unë me Mateon, jo dashuri, mazë. Po mirë, disa ke pasur. Unë? Po. Asnjë. Po si ke kaluar ato dashuritë adoleshencë? Po jo, për jam i single. Po pse o burr tani? Hapim audicionet. Po hapim audicionet në fakt për Arditin. Për shizon top. Kush janë të interesuar kontakt vjen. Po atë do ta diskutojmë pak më vonë. Jep ca kritere, ke kritere? Si të pëlqen një vajzë? Si ty. Nuk është se kam kritere. Jo, do bjondem pjen keq. Ja, nuk jam. Po mirë, na shkruaj me 3 fjalë. Si do të jetë? Wow, Izako. Ka dalë. Se ne bëjmë blesërira këtu, kështu që jepi. Ja, hoje ti. Po diku ti. Po le mua, s'ka gjë. Ardit, ka diçka. I ftuar mund ndihet shumë rehat me ne, po problemi është po u ndjem ne rehat me ftuar. Ty ne nuk pushojmë. A dim se sepse ti përgjigjesh kompliment këtë domethënë. Ky është kompliment. Ja, e marr si kompliment realisht. Që unë me një vajzë nuk është se shoh tipare specifik fizik. Sinqerisht e them. Më falësh. Po çfarë të pëlqen zëri? Jo. E Karakteri. bëri kompliment. Po pra sa jo memja prandaj pëlqesha. Të diçka. Është diçka tjetër. Çfarë Çfarë të pëlqen ndonjë tipar? Qafa. Po ti je i gatshëm për të martu. Si e ke mendin tani? Në çfarë faze të jetës je? Se ka Sot njerëz kemi që folë për martesat edhe e do familjen. Do ishe i gatshëm? Po, për robin e duar, ose niku dhe zëri. Normal. Ishe ai zëri fëmijor brenda. Ti do të vërtetë. Shiko, po ta mendosh. Vija brenda Arditit. Jo, po ta mendosh dhe Livia është gati për një familje. Livia. Livia. Sa vjeç je ti Livia? një takim 4 minutë tani Livia dhe Arditi. Një vit më se të rinj nuk ka problem. Bora. Takimi 4 minutë lutem. Takimi 4 minutë që mua dhe Livia. Ju nuk e dini a jam single apo dal me dikë, domethënë kush ju thotë ju që më bëjtë? Si se jo deklarë. Livia çesa dje. Si e E po shqyr, lutje tona u pranua. Ta bëjnë shumë dhe unë nga ato komentet tipike të atyre lazo, edhe porta ka portier, po goli bëhet. Bora jonë është doktoresh,
Do vazhdoni takimin? Të nis takimin? Tani flak direkte 3 cilësi që duhet të ketë partnerja jote. Doktoresh flok gjatë? Arditi, Mirje. Shiko sa shpejt kalojnë nga Livjat e Huida. Si Miri për zotin. Me folë, po mlenë drejta, mlenë me folë. Miri dhe Rogerti. Atëherë, 3 cilësi të një vajze që duhet i ketë për mua. E qeshur, solare, pra kjo është një pozitive. E qeshur, solare, Shiko Livja si marri. duhet Në profesion? Ja, s'kam fare për. S'karën. Ata se do doktoresh. Ja, s'kam si fare. Kurrë do të mirë se kemi dermatolog. Duhet time si puna ime. Okej. Duhet të jetë shumë Lëre se kjo vajzë Nuk e do artist. nuk e do. Ne po bëjmë një intervistë tjetër, nuk kemi dhe family orientated. Okej. Po në pamje, tani do na I thuash se I ke 3 gjëra që janë tërheqëse për ty. Zakonisht na tregon një patern që të tërheq. Nëse po flet për anën çfarë më tërheq mua, është ajo baby face. Okej. Ke parasysh? Bëni sa më shumë botox, domethënë që Ke parasysh unë gjithmonë kam pasur tërheqje me fytyrën e një vajze. Sesa me aspektet të tjera të saj fizike. Normalisht të rëndësishme, por prapë se prapë. Kjo është pjesa kryesore. Nicole hyn ke baby face? E komentueshme. ti vetë te Bigu, ti prit se jemi këtu në radio. O, motra, për çik se ka radhë. Bigu I funksion Nikolës. Nxjerr më sot këtë të martuar o s'ka. Jemi basi ato që Dhe çik ato më çfarë e vallë kruç. Llokume. Tani un jam shumë kurioze të di finalistët e tu në Big Brother. Kush mendon ti se do jenë? Selin, Mateo, 5 do thëmë? Po. Okej. Më duket janë 4. Po s'ka gjë, fute një pesti. Si të mendosh ti, si ta merr mendja ty? Selin, Mateo, Rogerc, Miri dhe Mal. Male, do jetë Male. ke besim që Mali do qëndroj pas daljes së Stenaldos? Nëse të gjithë po diskutojnë që Mali tani do të bjeri, pra do të pezmatohet nga dalja Stenaldos, pse ç'kam një përshtypje që atë djalë Do I dalë një mal tjetër. tani do lulzoj. Do jetë mal Do ja bëj bau. Tani do ja bëj bam me vërtaj, ne do ja bëjmë duke ditur karakterin e tij dhe duke ditur mbi të gjitha edhe fushinë e tij të brendshme që ndonjëherë nga Stenaldo ai nuk përpiq, nuk donte që të ishte pjesë shumë debateve aty sepse e shihte që Stenaldo I përballonte vet, do bëj dhe luftën e Stenaldos tani aty brenda. Kështu që Mali nuk e shoh finalist. Ja urojmë fakt, sepse Mali është shembull shumë I mirë për Do mua. ja bëjmë edhe ne bam tani me një këngë që dëgjuesit tanë do ta dëgjojnë dhe ne do kthehemi pas pak. Hajde. Kënga bam. Ja, bam 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 Zagari ham. Yamal shoko more yamal yamal. More Zagari ham. Yamal shoko. Për një video, prit, baj. Edhe krushit. Do marrë vipin. Na ndeshni pas pak të shizoni.